Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do hap dritaren për një 53 vjeçare, ajo quhet Bardha, është nga veriu i Shqipërisë. Është nëna e 4 fëmijëve, por që fatkeqësisht ajo ditën e sotme ka ngelur e vetme dhe nuk ka asnjë prej fëmijëve. Të 4 fëmijët i solli nga 2 martesa që ishin të destinuara të dështonin, sepse kjo grua u dhënua në mënyrë barbare dhe nuk u respektua, nuk u dashurua asnjëherë nga 2 partnerët që e zgjodhi vetë në jetën e saj. Por kush është historia dhe çfarë ka ndodhur në martesat e zonjës Bardha, do të jetë 53 vjeçaria që ditën e sotme do e rrëfej. Bardha, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje dhe unë nga Vlora, Odeta. Si je? Mirë tani. Më ke telefonuar, më ke dërguar mesazhe dhe më erdhi keq për historinë e jetës tuaj. Është një histori shumë e vuajtur, Odeta. Në faktikisht në rast të parë, se jam nënë në 4 fëmijë, kam qenë martuar, jam divorcuar nga burri i parë, u martova plak, u divorcova dhe nga ky, po nga ky ka pasur shumë bujke, shumë tortura, shumë gjëra, Odeta. Jam përplasur në çdo mënyrë të pamundshme, ose të mundshme si ta thënë ty, si në gjykat, si në polici, nuk më dhe një drejta, Odeta. Si nën që isha. Fatkeqësisht je një grua e dhunuar. Shumë e dhunuar, Odeta, se sot unë jam që vuaj nga këma dhe nga hedha fiskale në drejtimin e ish personit në një mjerim të paparë. Vjen sinqerisht shumë. Një në 50. Po. Dhe nuk kam gjetur një rrugëzgjidhje, Odeta. E dashur, Bardha, ju jeni 50 e sa vjeç? 53. 53 dhe 100 vjeç u bëfsh. Më thej që ke 4 fëmijë. Të 4 fëmijët i ke të ndarë, 2 nga martesa e parë, 2 nga martesa e dytë? Qupën e kam të martuar të madhën, djalin ma ka rritu mamaja, djalin që e kisha me burrin e parë. Me burrin e parë sa fëmijë kisha? Djalë e vajzë. 2 fëmijë, ndërsa 2 fëmijët e tjerë i ke nga martesa e dytë. I kam me këtë që më dhunonte. Më lejon të pyes? Po. Dua ta nis historinë e jetës tuaj kur ti ke qenë e re dhe u martove për herë të parë. Sa vjeç ke qenë? 19. 19 vjeç. Ka qenë një martesë e dashur Bardha me dashuri apo mbledhëri? Jo, që ka qenë një mbledhëri momentale, ke parasysh brenda javës. Brenda javës je martuar? Brenda javës, Odeta. Me një shikim. Por kush Kam qenë martuar në Pojan të Korçës. Një vajzë nga Vlora shkon në Pojan të Korçës. Jo, unë jam nga Lezhë. Nga Lezhë, nga veriu. Vlora është martesa e dytë. Në Korçë. Ju nga Lezhë u martuat në Korçë, nga veriu në jug. Kush ua njohu burrin? Një fshatarja jonë, që kishim aty në fshat të mami. Ti ishe 19? Sa ajo ishte martuar dhe ajo atje. Martoj edhe motrën në saj, të ra në muhabet, punë e tyre si kishin për muhabetet. Ne ishim 4 fëmijë, pukarenjishim, jetimishim, vetëm me ne në një bujtje si fëmëri dhe tani në këtë moshë. Dhe u detyruan si mos më mirë, çdo çup të vej në vendin e tyre, më kupton? E qartë, por pse ti je rritur pa babain? Pa babain ka nga 1 viti. Po, ka ndruar jetë babai nga se? Kam pas në smundje të keqe, 39 vjeç. Sa i ri që nga larguar nga kjo jetë. Dhe nëna nuk u martua kur, u kujdes vetëm për Jo, Odeta. Jo. Pas ke pasur një fëmijëri të trisht. Fëmijërinë kemi pasur shumë të vështirë, se nuk kishim për kraje, as nga dërdëllarë, kishin një amel, më kupton,
Kishe një amer se gjithmonë ta nxirrni nënën, ta ilni në rrugë, më kupton? Mërshme. Një gjaga, po e gjaga tjetër nuk na hyte në pjesë fare, kite mundësi na ndihmonte na jipte kotherën e bukës. Po, kisha një gjaga të vogël, më i vogli. Ky ishte gjithmonë kundra familjes tonë. Tani grua pa burr kjo. Po pa burr ne ti mbajti fëmijët, mbajti nderin e burrit, mbajti shtëpinë e burrit. Kunati ka dashur ta dëbojë nënën tuaj nga shtëpia dhe ti merrte pasurinë. Ishte që ta dëbote nga shtëpia, po prapë mamaja ka këtu dori. S'ka buk dori këtu ku jam. Nënën e ke gjallë? Në arriti. Nëna po, ma ka marrë motra në Greqi. Me jetë të jetë nëna, ajo një nënë heroin që ka qëndruar tek dera e shtëpisë së burrit dhe ju ka rritur juve me shumë sakrifica. Me shumë, vëdeta, me shumë pa bukë, se sa me buka, vëdeta. Llogaritë, kush na jepte një palë këpucë, ishin më të gëzuar, na dukte sikur ishin veshur mos më mirë. Ose kisha motrën në madhe, u detyru në moshën 10 vjeçare, u detyru nga që kishte trup, u detyru fut në punë, që ti jepte ndihmë nënës. 10 vjeç. 10 vjeç, vëdeta. Të mërshme. Dhe kaloj si kaloja priuva, më kupton, u rritë më u larguam. E dashur Bardha, ajo ka qenë një periudhë e vështirë për të gjithë shqiptarët, se flasim për kohën e komunizmit. Patjetër. Të besoj që ke pasur një fëmijëri të hidhur me shumë sakrifica, nëna ju ka rritur. Por ndalemi, ti u rrite, mbushe 19 vjeç dhe komshia të prezantoi me burrin tënd të parë. Po. Si ka qenë ky prezantim apo njoja, takimi i parë, se më the vetëm një shikim dhe u martuam? Vjen kjo zonja, vaposet me mamin tim, vaposet me mua, unë atë morë, isha pak e pjekur se pare vogëlsi ishte 19 vjeçe. Po nuk arrinim të dinim se si ishte dashuria, se si ishte familja, më kupton. Dhe gjithmonë bajta një distancion. Gjithmonë, u martun dy motra të mëdhaja, tashun, po edhe unë, të shikoj jetën time. Dhe i gjithate, ram dakord, kam mbajtur tek pull, ka personi në fjalë, me ka marrë aty në fshat, dhe kemi ikur me tren. Dhe gjatë rrugës duke vaposur, ti tha, ti do e shkruaj ime. E shikova kështu, dhe të dhova po qanja pas të kishte realitetin. Se kjo zonja ishte kishë bërë muhabetin, po që të më shoqërote nuk më shoqëroi. Ishte normale. Nuk kishte ndonjë problem gjatë rrugës, gjatë ku isha atje, edhe nasilina fëmijë. Ndalemi pak, Bardha. Ai erdhi në Lezhë të pa ty dhe të mori. Po. Që atë ditë ti u bëre nuse ti. Nusën s'u bëra unë, dhe nuk ishte për nusën zëma. Jo, e kuptoj, nuk veshe vello, fustan të bardh, por nuk bëre dasëm, e kuptoj, por u bëre nusja e ti, ti vajte në Korçë, tek familja e ti. Si të pritën vjera, familja e burrit? Për momentin, si thënë, viti parë, viti dytë, shumë mirë, më kupton. Pastaj në 2001-2002, ngella shtatzan, linda qupën, në vetë, po një gjë e tjera dheta se nuk jam në gjeni pare, ngella shtatzan si përfundim, isha normale. Bëra qupën e parë, bëra qupën filluan ato ambicje. Jo malokja, jo ambep, jo po këtej vjerat, vjerat. Pra, le të themi filluan para gjykime ndaj teje, thjesht fakti që ti ishte nga veriu, sepse le ta themi që në Shqipëri për shumë vite veriu me jugun ishte ndarë dhe sa herë jugu e paragjikonte veriun, duke përdorur dhe fjalën më të rëndomt, malok. Po, malok. Nuk i kisha problem atje, që fliste maloke ose një diçka, po kisha një dhunë më tepër fizike, ose si ta them unë, një qetë që ajo
unë e mbanja me ndrojtje. Por si nisi konflikti me Vjerën? Për çfarë nisi konflikti? Do me thënë... Vetë, në fillim ishte kështu Audeta se flasim. Ishim mu rëgrua. Ishim në dhomë. Dhe thot zotërja me fjalë, në Korçare tha e kemi kështu tha. Që që keni tha shumë? Nishanin. E po mirë nishanin, po që ishte nishanin që unë nuk I dinja. Mos më thuaj që do në qarqafin të kishte ngjyrën e kuqe dhe ta shikonte Vjera dhe gjithë lagja që ti ishe e virgjë. Okej, bravo. E marrur palos e qafi dhe me një legend me ujë, si që më tha kë, e vete dera, që dhe nga loma. Jo, gjiku me pa mua, nuk e di, kjo vinja dhe e herë legendin në kam. Vjera. Duke me të në mua, bete si për I them këtia, mamaja jo që thash, e dherri legendin I thashu. Nuk ka problem, tha, aty e di unë. E ndydhe këtë temku. Fidor kjo me qupat e saja. Jo nuk të shtua me për të. Kjo e pasaj debaton me të birin. Mojka, e kisha unë në krevat, apo e kisha ti, le keni pse ove por. Nëse ishin këta muhabete, dola me shpinë njën. Konflikti I parë nisi mes te dhe Vjerës sepse ajo do të vërtetove që ti ishe e virgjë. Ajo, nga inshosh nuk kisha gjatë keqe. Pastaj, gjela të gjamë, dina të qupen. Nuk me erdi. I bëra në shtipni. Por pse ti undave nga Vjera, more shpimë vete? Nisha, ku linda qupen, dole në një palë shpi. Po? Dhe aty, ku linda qupen nuk po mbjesha dhe rahat, Audeta. Pse? E ngarkuar shumë shpirtërisht. Po qupa nuk po me vite mirë, nuk e di. Dytërojnë vete plak, po me lenjë një si barang. Më kupton? Po? Me lenjë një barang. Qa binte jashtë, binte brenda. Qëndrova. Po ama isha në trovin e shpis, më kupton? Nëse, ori, qupa, dhe qupa shumë, ngela me djallin. Ngela me djallin e I them këti, I kësa të një ka shumë se. Ja për të lindur. Nuk me intereson mua. Okej. Ik me mamini, pa që cilë mamini, është për mamini, e bajti mamija I pori, nuk erdi. Me I gjitha ta nga djallin barova punë të mija unë në gjesë ngrihen. Por më falë, Bardha, ti djallin e linde në shtëpi, nuk vajte në spital? Jo, me mamin aty, Audeta, të gjithmi. Por pse nuk vajte I linde në spital? Të mëdhenja. Ishte momenti aty erdi atyupe. Nuk që kisha problema, Audeta, ma kuptan. Kanë qenë lindje të mbara, le t'i quajmë. Po. E kisha qik me frikë, kur qupën që kisha para, po me djallin e kalova, me kupton vetë, nuk e përbalova dhe për kundrazia jo mamia e falendroj shumë të ajo një parta, se për herë parta ki qenë shumë fuqishme, shumë, po mi qisa te ki bërë një qupë të shëndeshme. Falemderit I thashu. Po dhe djalli ashtu Audeta, me djallin isha se që I qik në pesh më te për ajt. Më tha mu të qoj spital, po s'kam gjoj, thashu, në me gjithë do grijem këmi, thashu, ku do ma laj do ma ndroj te, thashu. O kuptan? E qartë, dhe kështu... Lidja e aftumin dhe mbetës që të grisha. Në grisha si përfundesh vetë, I bëra që usë pas kem dekur ti tha, akoma tha mua kjo. Falimderit I tha mua. Vjera. Mas një Vjera. Ish Vjera. Po, ish Vjera. Mas një javë me vjen mami. Nga Lezhë, po? Me vjen mamaja mua, ande po këtë punë të saja, ke parasysh si men. A më kryq ka ta të maroj njipqa dhe ta ke tjetën. Nuk kam njipqa u. Bëmen me malon. Okej, e ndydhën të e temë. Po të bëj një pyetje dashur Bardha, më fal që të ndërpres. Po? Të bëj një pyetje. Në momentin që ish Vjera, sillej kështu, edhe me nënën tuaj dhe me ju, por burri juaj si reagonte? Për moment, ai më sajre shumë dita ishte shumë I dhe mërt nënës.
E qartë, Po kupton. i dhën pas nënës, e donte nënën, por disa pika mbi do t'i vendoste për të rregulluar këto marrëdhënie në vjernuse. Okej. Edhe në punët isha akoma në të balangurit e fëmija, morën vetë fëmija me këte. Në mëngjes, që i fshati që ka punç, duke fshirë, që erdhin më tepër lufta. Po fshinja dhe dinim për jashta nga porta, do fshinim edhe rrugën neve se do kalonim qatarët. Më pyet një komshi, një mëngjes, një mëngjes, pshes në dorë. Më thot mua për ty shoq, aty është, ja sa vajti nga rrata, nga toka, ku kishin toka. Po në atë moment ishte kunati i vogël. Tash se sjellën komunikimet na me birë, unë nuk e kuptova vërteta. Më thot mu thot ka fut filoni, thot erdi të dera të fut bënon. Mua më thot ashtë njëri. Në atë moment ishe një gjitone që po pëshkin të moshatare. Unë në amyzë e thash, të lutem. Qa me folja i zotëria që kaloj? Të foli me birë, që qaj thesa, dhe i kutha. Ka i kishtë mua beti. Këto tani, ja qojnë dhe i të bjë dhe i thonë, gruja jo të ka dashnor. E të mërshme. Aty në mua bete të Sipra, unë kam një moto në Bili, i shku një cop letër unë dhe ja dërgoj. Do vishë që në tjetë i thash në pojani, i thash që këtu është mua beti. Pse? Nuk e di, unë nuk vido të që e di të. Moj do vish, po mos ti njera do vini, i thash unë, ose do iki, thash të mbytëm në lumë. Jo më tha mu se do vi. Me mbajt jatë më të me kajret, i me moto, nuk me erdi. Me vjen të nesën. A si është puno këtu, të i thash unë. Ta ka një qitë sa shumë e qeta u dhe ta. I thash unë ti, erdhe, po ti s'po dhe zëj, thash unë, të kërkor kje do gari. Dhe si është mua beti. I temës, në gjithë temën, se mua po me bërë me të dashnor, unë me leone, me fmi të vogë, ti po me bërë me dashnor mua. E se kë mua bërë, mu smur djali mund dhe të në spital. Iku kjo. Mas 2 dite unë në spital me djalin. Ik para më tha kë mua vë se do vi unë. Okej, isa dhe në fmis, shupën e mbajtën këta, më kupton. A nëse marrë djallin unë në spital. Prit sot, prit mos vajta 1 muja u dhe ta. Nuk me erdi njeri. Një të lënë një grua sa ty djallin. Ta shumë vajta dhe erë dhe thashtë të dua roba për djallin. O më thot mua, pse mere sa shumë bashta? E murgesha, të tha qapka. Ti besimtare vetra, ti i di tha, edhe mund të njohish në një tha. Po që ke mirë ti, tha shuna. Dhe vetët e kisha, si ta për spitalin. I qartë. Nuk flasë motrave, unë dalin, i tha shuna, nuk kam marrë për ushqim, po kam marrë për në robi, tha shuna, se kam djalin në spital. Dhe nuk kam dimi, tha shuna. E jo të regove historin. Kam ka shkoj, tha shuna, nuk nga dhe, as bure, as njeri, tha shuna. Nuk kam njeri këtu. Qërë këta dhe vendet dhe fatrofi shmive, dhe marin ca roba. Mi japin mua. E nga me ca kutit nuk, i thashën nuk dua qumër, motër i thashën kam gji, e ngop. Por ato doni të ndimonin, e kuptoj. Kanë qënë vitet 95-96. Nësi mora të 2 kutit, i adhash një zonje. Më dhe ca ushqime për vetëm, mua, që roba, i kam spital. Nuk pash 1 muaj e gjysë në udeta, as njëri të tjere spitalit. Dërgo Aberu, ish, dërgo nga Aber, ish, ata të është një lojë. Dhe se si përpunim, me thërë murgeshat mua të të stjedis djalin të të neve ta, që ta shikojmë neve, ta kontrollojmë neve, po një javë do të ambajmë të. Po si t'jave me gjirë, tha shumë doktores, po t'i japi gjitha. Ti do rish në dhëndë, me djalin do meri mi neve. Okej, tha shumë. E pashë dhe të atë regjim që bënte në pirje, kur e kisha dhe, nuk e bënte kur ishte atje.
Mase ishte në qumë si që i hipnin, nuk i kuptova. Pra, ti dole nga spitali dhe vajtet e motrat murgesh. Ma morën murgesha si kërkova unë dim, nuk po me të ndjali, sa ko ka qeshtua, 1 muaj e gjysën i thashun, po nuk po me ngrijet, nuk po ashtu, sa vinte dhe përpelite. Ato ma morën mua, nga jeti nga lesha, këtu e tregoj se kam kishën para shpistina unë, edhe i thëmë këtu, me dha sa të njojtura. Okej, një jam do të bëjmë në djali, që djalit e vita mamëta. Në regu. Besa mbarova punën aty Odeta, lekë kisha që ti kam me pugon në fshat, dhe i kam thënë ati shoferit. Unë do bëm qenë, këte 1.000 lekë në autobus dhe do t'a japë. Po vetëm nuk do më shkusht. Ja pra të drita Odeta. I maj fa qa tua, ti kef një vogë, që do t'leme, as se dua, u që njeri fshatarë, dhe mjetë 5.000 lekë mu, falinderit i thash, po nuk i dua. Nuk t'i jap ty, sa po jap mishë, nuk i dua plak. Nuk i përfundim, shpita port, vetet e shpia Odeta, mundur dera. Wow. Qatë dit Odeta mu sa shapur dera. Jam detyruar. Gjeta një shpi, të vjetër. Vete ka ku punoni ishte e makaronave të konserverit, po që kisha dhe njërës e tjerë. Dhe kosh ke po abet, jo në po janë. Në qytet. Vete atje me djali në kraun, qupën e mbajtën këta. Vete një zonje. Si e mirë. Qa halli kemë, tha mua. Ta shumë e pashpi, quk mua beti. Qa thua? Dhe i thot, djallit edhe qupës, dhe kishtë shumë të rritur. Kishtë edhe babana jo. Edhe aja divertua nga buri. E të punë e saja, alli saja. Gjira të tavolinë, tha, dhe me një pasoni dhove, pa se do rikjo zonjë. Atë ko vini jaki. Si e, si e kalon, si duhet mirë falenderit, o me të. Si e ke hadhin tuk. Ka shpi plotën, tha mua. Falenderit prakun. Po, duke me të duka shumë më sove një divan, ropa, me ta me gjallin, vun dritën. Por, e dashur Bardha, pse nuk shkove te nëna jote, kur të dëboj burri? Nuk, është pa mundur Odeta. Dhe Nga fshati. Kështu vendoset të... Nga fshati Odeta. E qartë. Nga fshati Odeta. Para gjykimet e fshatit, e banorëve të fshatit, të bëjnë që ti mos të ktheshe te nëna, por të gjeje një shtëpi, të ndihmoni njerëzit dhe të sistemoheshe në Korçë. Ndërkohë çfarë ndodhi? Ti lidhjet me vajzën i mbajte? Vajzën e mbajten ato. Por vije e takoje, kishe kontakte? Vinja, po nuk ma nxinin Odeta. Por pse ti vajzën tënde nuk e takove më kur? Nuk, Odeta e kanë takuar që për unë morë që 8 vjeçare. Vajta për ta marrë prap, kapa plotfuqishmin e zonës, nuk e jafta. Mori gjallin ta, gjallin ta konta që të në tamba. Por djalin, babaj, vinte e takonte? Jo, se pranoj mamaja ime. Se ma mori mami djalin pasaj, vajti 2 vjeç e gjysmë, ma mori mami djalin. Po, u kujdes nëna juaj në Lezhë për djalin e vogël. Por ti e bëre divorcin me burrin e parë? Dhe unë u futa në punë pasaj të Kërmidhin e Korçës. Po? Po kupton? Dhe në atë moment, atë shtëpi e kisha, nuk pagun një gjë. E qartë. Ma ata të ardhura që minja, vinja njërë në muaj, njërë 2 muaj, të mami. Dhe i the mamas, e shko mirë i thash, po pa të mundësi, hajde i risa të rrisë të mua, se unë me 2 gjitë nuk e të do dole punën. Jo mua thot, ti shiko për vete, brejo e zonja vetës, po ama mos harro qupën. Okej? Vinja e pasere të një djali gjatë këtia,
Amani thosham qupa është mirë pa. Po, tani pa nën. Nëse erdi puna u rrit, qupa u mori një zonjë, këtë strukturat ma strukturat. Dhe qupa arritin atë barang, Odeta kurinja unë, se më falë, ku le viste një dhe gjarpinç, dhe a iknin bukën, i iknin blokun, që a ikte Qitonja, komshia bukën nga Mrymat. Por pse, gruaja e ti e dytë e ke shtrajtoj vajzën tënde? Roma dhe ta shumë. I dha një burë, qupa ishte 15 vjeqe, i dha një burë 30 vjeqe, dhe ta. Se si e si ta largote, ishte mua be, janë bërborë shumë me qupën Odeta, se nuk I gjeta adres. O kuptam. Shumë keq, por e dashubardha, sot që flasim të dyja, ti ke kontakte me vajzën në... Plas, Odeta, po... E ke parasysh, nuk ka të ndjërësim afrimitetit familjar. Sa do që është nënë me 5 fëmijë, ka bërë gabime të saja në jetë, Odeta. Më kuptam. Të kuptoj qartë. Dhe, kur unë jam nëna, sa kam vujtur unë s'ki vujtur ti, te kam thënë, këtu. Se vje riske brenda, unë e të riske brenda, gjoske. Qiko ka një qup me autizëm, unë Odeta meta një muje sa atje, jo nuk e sola do të me vi. Nuk e sola do të me vi, Odeta. E kuptoj, edhe vajza vuan, e kuptoj. Se pastaj dhe një pishman, si nëna neve, ma morën qupën, ma transferuan qupën, ma shitën qupën. Ja. E bën pisi nën. Ma kupton? Më vika keq se po ti e ti. E përqëndruar të fëmia nuk gabon Odeta. Unë kisha qupën 16 vjeqe, këte me punë e dytë. Ma kupton? Po nuk me gabon një herë. Dhe nuk kishte shansa Odeta, që e la babaj vetë pa shkollë. E kuptoj qartë, e dashubardha, më vjen shumë keq për vajzën nga martesa e parë që dhe asaj fati I pas ka shkuar keq. Por çfarë ndodhi me ty? Ti je vetëm në Korçë, punoje, si vazhdoi jeta jote? Punova në Korçë, isha normalitet tamam, minja nga mami, minja të motra, e uma të ndjesinë e fshatit të Pojani, u largova, po memnin e kisha vetëm të qupat. Akunja ty si qatare, ama në qupën, merita 2 roba dhe qoja. Po qupës tani roba nuk ja pranonin. Dhurata që ti I dërgoje. Kush ti ka dhenë? Dikush I thosht se ja dha shumë. Nga besa, nga njipqet, nga e më kuptan. E gjithate, kaloj një priu me vështirë shumë, Odeta. Të besoj. Shumë. Nën e 2 fëmijëve që ngele e vetme, djalin të ariste nëna jote, vajzën e mbante babai. Erdi puna me njërën aty, me njojti me këta, zotëri, që e kishte pushëri buri, sa e kishte pushëri këta. Po kishte I përzjere, nga baba ishte dore barë, nga nëna ishte dore zërë. Nuk jam raciste. Po kupton Odeta? Nuk jam raciste. Po ama, njeriu ka një dignitet në shpirtin e tija. Ky person ishte nga Vlora? Nga Vlora, nga Qolja. Dhe kështu ti vendose të martohesh? Vendose të martohesh? Pim kafe. Po? Pim kafe, I ndarë kë me një gjallë, e kam gjithë në klasë të parë, për një fëmijë shumë me këmushe, ma dheta, unë dhe sot e kësaj dite, e duja zakonisht. Ai ka lëvizur në migrimet punë e tia, më kupton, vërtet e mbajtje gjysha, po unë e gjeta një veqe gjysë. Nuk e vinja dhe nuk e dalonja do para fëmijëve të mia Odeta. Bravo. Se ishte një fëmijë shumë I mrekullueshëm, një fëmijë shumë e logjik të zgjeruar. Nuk e imagjino do pse rre mamin, ose pse rre bardhën. Pse torturon bardhën. Por ma tregoj martesën e dytë, ti vendose të martoheshe me këtë njeri dhe u zhvendose nga Korça në Vlorë. Korça në Vlorë. Po, si ishte jetesa me të? Domethënë sa qëndrove, sa vite qëndrove? Po, jetesa ka qenë mirë në lavë të jetën atë në një gjaj tje, kalova më shumë mirë, Odeta, nuk isha, po rreth një 3-4 vjetë isha normale, shumë mirë të bukur,
që çdo njeri që me qira do jetonim, se shtëpia shtëpi kishin ato, vinin të familja kia, ndinin, rinin, ishte një gjë e bukur shumë. Pastaj kur morëm shtëpi që morëm me një neve, kishte shumë, jo alkoolin, jo pse të folja, jo pse të folin, ore tani unë jam gjitone, do t'i flas, do me plati. Pra, Jo, po ti... Ai filloi të xhelozonte ndaj teje dhe u bë përdorues i alkoolit. Xhelozia ishte kot për atë, se ishte ndërmjet alkoolit, çdo gjë u deta. Një orë ose 2 orë do ta shikonje të lira, të pa alkool. Pastaj Ideur. alkool, dhuna ishte që jam sot, padëm me të komën, më këmën u deta dhe me lave pas shtëpia u deta. Që i bëra nisa për të bërë shtëpi dhe më shiti për 300.000 lekë u deta. E dashur, Barda, ti nga kjo martesë e dytë sollen jetë 2 fëmijë. 2 fëmijë. Vajzë dhe djalë, prap. Dhe djalë. Pra, vajzë dhe djalë kishe nga martesa e parë dhe vajzë dhe djalë nga martesa e dytë. Dhuna nisi sa ai u bë përdorues i alkoolit. Atë e kishte më përpara u deta. Për çfarë të dhunonte? Për çfarë të dhunonte? Po pse do? Pse? Hajde kuptoje për çfarë? Për çfarë? Që punonin në një krah, mund të thosh që punonin. Kemi punuar në punë të zeza u deta. Kemi bledh bidona, kemi bledh hukanache, nuk ishte portur. Jo, puna është nder. Apo e kam gabim. U thitimi ja u deta. Ja për atë djetë, i binja shtëpi. Po më gënjen mua, ore po nuk po të gënje o njeri. O njeri. E ishte mua më skëdoj komplet, që mua më ndabi nga familja në rrok të parë, nga nëna ime, nga motrat e mia u deta. Pse? Po, eri kjo punë e racizmit, kjo mosha mamas time, se sot është 70 vjeçe. Po, e ke marrë të zi. E babale ka kështu. Unë të kaloj mirë, në kjeti zi, thashun. Nuk do ta vjen në shtëpi, mos e vri mendi, sa se mos o projë shtitër, ta. Pra, le të themi që nëna juaj dhe motrat nuk e pranuan martesën e dytë, vetëm fakti sa ai përkiste një komuniteti tjetër. Tjetër. E kuptoj. Tjetër. Dhe ai ka përfituar me sa ashtu e deta, ai ka përfituar tek mua, se s'ka pas krahun, më kupton. Dhe nga që unë dava nga i pari, thashun mos të shkatëroj plat. Do duroj, do bërë me fort, po nuk arrita do të duroj një. Au deta. E dashur, Barda, e denoncove në polici dhunën e ushtruar? Sa herë ka mbajtur me, nuk ma zgjedhur asnjë gjë deta. Po si ka mundësi, sa i duhet ishte pas sekurave. Ka mbajtur të gjykata, më dhanë urdhrin e mbrojtjes, nuk e kisha problem për ato 2 leka, po unë nevojtare isha prap, nuk mu dha e treta prap. Por, i e pa isur me urdhër mbrojtje? Urdhro? I e pa isur me urdhër mbrojtje nga gjykata? E kisha unë atë, po ja mbaroja jo, qite, për një vit. Por ti vazhdoi i jetoje me të, edhe pse ai të dhunonte? Jo. Jetonja më të më fëmijë. Pas sa viteve dashur Barda vendose të jepje fund dhe martesës së dytë? Ja, vajtën 4 vjeta u deta, që jam ndarë. 4 vite që je ndarë, dhe sa jetove me atë? O dhe grejtë që në 98-ën. Shumë vite pas ke jetuar. Por mirë, me fëmijët, si sillej ai? Shumë ashpër u deta. Shumë. Edhe fëmija kanë ardhur. Dhe sot e kësa ditë qupa që kam sot, më thot mama e mbajnë më të këtu, e mbajnë më deta. Pse, çfarë të ka bërë ai ty në krah, që ka ngelur në memorien tënde? Ja ku të më deta, po e shikon. Ja ku të. Me çfarë të ka goditur? E kam të qanë me spat që vura dorën kështu. Me spat? Okej, dhe kunati, vlajt kia ishë në prizën. Pra me kam u rjetin e javë zakon në odeta. Nuk me lanë që të vinja në polici. Dhe sa mu surua krahu. Barda. Kupton? Të kuptoj qartë. Nuk me vini me odeta se bëshë dhe dritare, gjitonet nuk me vini ndote, e pan atë frikën, atë dhunën, atë nuk e imaginoj do të, që nuk i lajmëruan. Nuk i lajmëruan, po.
Ajo që me goditi ku ishte e përbrendshme. Ishte e përbrendshme. E dashur Bardha. Mori vetë. Ndodhi brenda mureve të shtëpisë dhe nuk u mor vesh. E kuptoj. Të shtëpisë. Edhe fëmijët nuk mi linte të dilin njarë, se do ta pyete një gjitone, po mami ku e? Ma kupton? Mia dhe thonin, mami e ka qellu babi me stat, ose mami e ka raja është nxirë mam. Dinja e nxirë o vedeta. E nxirë, star. E dashur Bardha, çfarë ndodhi atë ditë që ai mori spatën dhe të goditi? Ndërmjet të alkoolit ishte prap, nuk thënë, po që në pozicion kisha djalin edhe qupën në i divan. Qa të kushte ishin autet, atë me pikon të ajo shpia kurinja. Dhe kisha vë në kolorifer. Marë batania, tani që t'ja hedhë fëmijëve të ngrohtë. Filloj nga fjallori ma brutal, që nuk imaginoj dot auteta. I vaj ishte aty, po të dy si që ishin vëllezër të alkoolit ishin fyla, nesër një gjitha da i kishte familjen e ti, punën e tja. Dhe, shtë si e mori spatën kë edhe, nga që hapi dorën kë, unë pa fura dorën, ma kupton, mos me vite këteja. Me kapi pak, edhe pak të tu e kam si shenjë, po nëse kjo nuk u bërë shumë tragjike, po kjo me doli zhallat fare. Të donja deta të dinja nuk dilja dot. Dritaret nuk me mirëni. Dera e mbyllur, fëmijët u izoluan brenda. Kujt i them? Në që se hap dritaren, tha mua, tha, u të shikoj ty ata. Të më kam venë roje, gjithmonë me mbajtja frika, që të lajmëroj një gjitone që kisha përballë, ose këtë kjetën që kisha ka parë, më kupton. Të kërkoj e ndim. Më mbajtja jo frika. Me thot i vlaj kisat, mos e dhe me policim sa mu se s'ka lezet, se burit të re, burit godet. Burit njerë të re, njerë të godet. Jo, burit nuk duhet të raj as njëherë. Një minut, i themun, po më mbush kjo mjes, më mbush, më përtej mua ti, i themun. A ta mjekoj, lajmëron të shoqen që zjerë të trafiklina, jo, gjë. Nuk e kam mjekua të ditë, pitë nga i natë, o dita se nuk më dilte. Se më doli mish i gjallë, me vjen kunata, ama të kishë të kam motë, se kam shkuar me te. Jesë zakonisht, për mua është ndëruar e respektuar, dhe të kishën barë të bëpsha, të kam motë, të kam që t'i s'ke njeri mua me ke, më ngroj shpirti më tepër. Mori fëmijë dhe fëmijëve për të ngrënë, me një kovi mua, ole, kishën motra, bëjë e duruar, o të dha mundësia, ikë të mamiot, ose të motra. Shkëputu, ki disa ka vujtë, edhe vërteta që ka vujtur ajo. E qartë. Me gjithate, kaloja një periudhë, 2, 3, 4, ajtë, po shaun, të vetët e mamë. Po gjithmonë gjëkonja, po shaun, po vajta, do plasi fshati. Sa të projët mamaja ime, ma mje po rikë të. Nuk ka tolerancë. Për mua nuk ka tolerancë. Dhe puna që unë arrita u lidha me ty vitën të aja zonja që u gjenë para 3 muajve, ne i flisni mana asaj, ne kam pas ditona dhe kam shpëtuar, një rast. E qartë. Begaj, si e kishte bjemrin ajo. Ana Begaj. Unë e kam që kishte atë 3 fëmijë jetimore, e kam pa vetë, kam që dukat me kanaqi nga puna, kur aja përciste kokën në qimento. Ka iku, ka kalu në për shpite mija, se vajta ka pa unë atë. Në shavin mu i shoqi. Nese punta atyre i dinin Sa gratë dhunuara ka e kuftoj e dashur Bardha. I lem dhe në pikën e punit, jo, absolutisht. Çdo njeri që tjetë, ndaq femër, ndaq mashkull, kudo që tjetë audeta, mos e toleroj. Duhet denoncuar, e vërtet. Dhuna duhet denoncuar dhe nuk duhet toleruar. E dashur Bardha? O, deta, pa kam denoncuar, unë ngella një sy në policia, o deta. Lash namu, që po isha zyrtare policisë atje. Po ja prap juve, po ja ka bërgapia, po le ta bëj si doja zotri. Po ja prap, nësa i të dënon, ore ti, si do bësh? Ore me një zgjidhni juve, ore. Ju do zgjidhni, ore. Ju do të vini dhe do ta bëni kur të vdes unë.
Ti të gjo, nuk ka ligja Odeta, troq ma beti, nuk ka. E dashur Bardha, ke 4 vite që je ndar, tani jeton po në Vlorë me 2 fëmijët. Tani djali jeton me njënë Odeta, Është i rritur. se nuk është i përqëndruar, punon në sapin e tije, është në jetën e ti, E qartë. bosës me bjerë probleme. Probleme me ka si edhe dhaj mua, po me gjitha te prap. Unë jam Bardha dhe Bardha do ngelen, nuk doj hum. Nuk do mbaj poker me njanë. Sa të ke mundësi, do i dalë balë vetas. Jeton vetëm me vajzën i bie. Vajzën e ka martuar Odeta. Që nge vetëm fare, edhe vajzën e pas ke martuar, po? Fare, prandaj për kundrazi jam të kjo mikesha këtu. Me ka hapur derën Odeta. Jeton tek mikesha jote. Një mikesh këtu. Fukaresh, grue mirë, e vetë me një ka jo, po një që ka në Itali, djali në ka këtu, buri ka vdeku, po sa dori Odeta. Odeta sa dori. Ja do ikin shtator. Bardha, po me djalin nga martesa e parë që të arriti nëna, ke kontakte? Ja shumë i ftohtë Odeta, se rritën ato edhe ka mërë një tjetër. Unë nuk e kam problema tje Odeta, tjetë mirë, nuk dua që t'u bën barë fëmijëve, absolutisht. Të besoj. Të ngjitur për vete kam vetëm të çupën e vogël Odeta. Ajo që kujdeset më së shumti, që kujdeset më së shumti. Se ajo i ka pa gjitha bujqet Odeta. Se deri sa ka arritur dhe ka thënduar çupën me fjalë shumë banale. Dhe ajo më ka qenë shpresa e fundit që më tha, ma ki nuk do qëndrosh ma këtu. Të besoj dhe e kuptoj qartë. E dashur Bardha, unë e kuptoj që ti tani ke ngelur e vetme dhe është mikesha jote që të ka strehuar dhe kërkon ndihmë. Kush është mesazhi që do përcjellje? Unë një mesazh në radhë të parë për mua si nën, Odeta, si një qytetare e fije, për shumë nëna si puna ime, që ti me zemër të hapur, me shpirtin që ndjen në vetën e tyre, mua vetëm një gjë më mungon Odeta, asgjë tjetër. Vetëm streha, asgjë tjetër Odeta. Vetëm një monjë ta kem jashtë sa qërto. Vitë ta kem timen Odeta, se për buk nuk do vdesi. Do mbledhësh tim kanal që do është buk Odeta. Dhe e kam shpirtin e qetë. Ama një kasove, bova që ina, do ri brenda, do vete atje do punoj, do kërkoj punë, që pa punë do ri, si që kemi kërkuar. Pa ama bukin do të hamë shpinë time. Të besoj. Kam, nuk më shikon njeri. Po një mesazh për 4 fëmijët do të përcjellësh? Pa si 4 fëmijët Odeta, kushtet e janë që nuk i do fëmijë në rreth. Dhe një nën që të 4 fëmijët të ma ven kokën këtu, pasaj në të vdes nuk janë pishma. Ama ti kemë të 4 të bashkë Odeta, të thash kësë të vogël dhe kam shumë të përkutuar për vetën time. Se ta e në mërë telefon, ama, mos pyet për mua, pyet për vetë, se ti e bashkë, ke që mirë jam me burë me fmi. Unë e kam menjën të ty, mos e ki menjën të këmotu më këtë nëna, iku, ki e re akume, një 20 vjeqe, u martu 16 vjeqa jo Odeta. E dashur Bardha, 2 fëmijët nga martesa e dytë, kanë kontakte me 2 fëmijët nga martesa e parë? Plasi. Si do mos djalin më tepër, po qupa ka një autoritet tjetër Odeta. Se janë motra dhe vlezër, prandaj po them. Jo, bërë të pashë, rakimin e motra me motrën edhe kësaj nuk i pëlqen në mënyra që të thash. Për të madhe nuk i pëlqen kësaj të vogla, se thot, ka marrë një burë dhe këtu të vdes. Po nesët me bire keqe u smartoj ma, se e pash burin se kush është, më kupton. Do rregull, do liq. E dashur Bardha, sinqerisht më erdhi shumë keq ditën e sotme që në këtë live dëgjova një histori të dhimbshme, historinë e një nëne të 4 fëmijëve që sot ka mbetur e vetme. Unë të uroj jetë dhe shëndet dhe do mbetemi të dyja së bashku në kontakt. Uroj që të bëhet më e mira për ty dhe zëri juaj të dëgjohet. Kështu që të përqafoj dhe të përshëndes nga Tirana.
Mirupafshim, faleminderit ti Odeta. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me ju. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni dhe ritakohemi nesër.